edhe këtë këta arsjetime logjike. Tha, po mirë, ju ka shtërmen që qo sullit e kumë. Se ju, po e dishit njeri se ja keni pa deve në hiq, po e dishit këtë cilësit pa mu e pa hiq, pse ju ka shtërmen që ta ka ardhë puna për me ardhë kjo unë gjikatës, unë të gjikoj juve. Ne kemi një problem shumë të marë. Tha, qa në problemi ju? Thot, ne jemi 3 vlezër, njani fola. Tha, ne 3 jemi vlezër. Mirë po baba jonë nga ka qujt mu Abdullah, këtë Abdullah, edhe tjetrin Abdullah. Jetë u murit të mu zhvillon, që këshu e mbaj ment të nga. Momentin e vdekjes baba tha, Abdullahi trashigon, Abdullahi nuk trashigon, edhe Abdullahi trashigon. Cili është e Abdullah që nuk trashigon, është shoku gjikatës. Këtë kemi ardhë këtë meselet të zgjerim të te. Op, tha pasha Allah, ndur gjelal, që kësë meselet para me s'ka ardhë. Kjo meselje e parë që ke unë është paraqit në këtë formë, zdi. I habitët, gjikatës. Tha u që tash, për momentin nuk mu dhanë gjikimin e kësaj punë. Do të pushojmë sonte, ne asër mëngjes me lejnë Allah ndur gjelal, të freskët, do të falim namazin e sabaj, do të dalëm gjikat, do të japëm ato që do të në letësoj Allahu do gjelar për me dha. Thot son të jeni misafir të konë, gjikatësi. Misafir të këshpia ime, do t'ju bëje konak gjikatësi sonte. Mirë po, djemët, për asaj që i këshem su baba përse, në qërit hatashme, dhuntin nga në Allahot, mirë po, disa dredhit të kësaj dunjaj, ja këshem su edhe baba. U takun bashkë të 3 djemët edhe thanë, punë të shtetit janë tila, kur të merë misafirlëk dikush për shtetit, apo të merë në pjeqe, e fotën dikandin gjasus që ati, shpion, khabir që të po të qonë atje ke shteti me ja kalzo këtë punë. Në moment që hinin për ndomën e pritjes, gjikatësi tha, edhe ki njeri ju është u tha si kur puna ju, pra një tjetër i 4 ma ata do të hinë ndonë. Që u vërtetu ajo që këta kishin gajle se do t'jetë një prej shpionave që do t'i qoj fjallet të gjikatësi. Mirë po, këto ishin pregatitur edhe për atë situatë. Hinën bashk edhe dini që është dikush i përndjekën. Hinën, filloj muhabeti, usollën për me hangër për me pi. Moment usoll, haja, njëri pe Abdullave tha, mishin mos e prekni, se nuk është mish që hahet. Thëmë, pse? Edhe ai që ish misafiri 4. Thëmë, pse s'është mish që hahet? Tha se nuk është mish halal, a mish qeni. Si, po, mos e prekni, nuk e prekën. Abdullah i tjetër tha, kur filloj me e marë bukën, pra se mund mishin mos e hash, po rizin e hanë. Ose diçka tjetër vaj të lirit, ose diçka pej sendeve që shërbejnë arabët mund me hangër. Edhe filloj bukën aj. Bismillahirrahmanirrahim, në moment që e filloj bukën, tha, këtë bukë e pas ka ba një grua që kënë ka 7 zanë në muajin e 8 apo të 9. Hop, njerëzit thonë, ku e din ki këtë punë? Ka e diti këtë dikush e ka bukën? Mirë po, u hesh prap situata. E hangërën bukën. Diku ka fundi i ushqimit, njëri prej Abdullahave, pra tjetri prej Abdullahave tha, pasha Allahun dhul gjelal, që ki gjikatësi, për më duket birë kopili. Kopil të kaka. Edhe aj që ish misafiri 4 prezent që ati i hapi si, se për gjikatësin për thuan kopil. A kjo është shumë e rangë. Nesit mëngjes me lejnë Allahut dhul gjelal, do të dalën para gjikatësin. Edhe gjikatësi tha, si e kalut natën, thënë shumë mirë. Urdhnani po e fillojmë seancën të gjithësore. Po para se ta fillojmë ata, si nuk të vjen turp ti pe Abdullahave njënit pe i drejtohet, që të thua që mishin që u afrova ish mish i qenit. Ka e ditë e ti që është mish qeni, ja në qofë se ka qenë. Thot, shoku gjikatës, mishi që është i lejum në islam radhitjen e ka, ashtë mish vjam. Ndërsa mishin që ti në afrove për me hangër e ka radhitjen, ashtë vjam mish. Për ata e vërtetova që është mish ose i qenit,
ose i ujkut, ose pra ative që nuk u hahet mishi pe kafshve. U habi gjikazi. Pra, me këtë ai dëshiron, tha, pse ne e solla ata? Dëshiroja ta vërtetoj atë mençorinë që na e tregu djeke plaku, ta vërtetojmë sot. Me atë mishin. Pra, kështë desh t'i provoje gjikaci me ata. Mirë po tha ti, tjetëri, Abdullahi tjetër, qa të boni dishti që bukën që kishin bë, ajo grue që e ka bë atë bukë, është në muajin e 8 apo të 9 shtatzanis. Ka e ditë ti, ka të kushta tha këtë. Tha, o, zotni gjikatës, se bukat furë, ma përpara kanë qik me furë, pra, edhe gratë të shtëpia kanë pas një furë. Për me rretullu ka gjitha anët bukën, për me pjek tamam zjarri, duhet me qenë njëri i lehtë dhe i dop me barkun, pra kjo grue që e ka bë këtë, prej shtatzanis që barku e ka randu, s'ka mund me këthink gjitha anët bukën. Andika e ka kap zjarri, buka është frin. Andika se ka kap zjarri, buka ka ngel, e pa ardhur që i thonë nesër. Dhe kjo thosh. Po si stertur ti, Abdullahi tjetër, që thush gjikaci o biri kopilit edhe kopilat. Qa të boni me dit, tha këtë? Tha, ne e dinim që këto fjalë do të vinë të ti. Edhe për atarsi i tham. O, zotri gjikatës, nuk është prej traditës islame, a as arabe, kur t'jesh misafir të dikushi me ta fut një shpijon në dhomë. E këtë punë nuk e bëm për neve përveç se kopili. Shkon gjikaci, e interesohet, kërkuan punën, pra i letë që do që ati. Me thonë, kalojnë disa dit ato. Deri sa e vërteton, pra nënën e vetë e detiron, deri sa e vërteton e pranon ajo dhe thot, po ti kopili. Edhe del gjikaci që tash për para 3 Abdullahave. E thot, a këta Abdullahat, po thunë, na e punën to, neve s'më në intereson puna jo, të ke dal kopil ose nuk ke dal kopil, neve s'më në intereson ajo, na duhet puna jo, kush trashigon, kush nuk trashigon. Thot, po, ti që e di të punën e mishit,